për atë që ka ndodhur në parlament, a u vjen keq që nuk jeni ju fizikisht atje, dhe së dyti për protestën e ditës së nesërme? Jeni optimist që do të ketë masivitet edhe më të lartë, po jam në limitet të reklamës. Lutem, kështu që më përmbledh. Nuk ajo që di unë të them është që falë gjithë përballjes tonë, ne jemi njerëzit që guxuam t'i thoshim përkundrejt çdo e para njerë patëm guximin që të bashkëpunonim. Se në këtë vend kultura e bashkëpunimit është mëkat. Nuk është problemi jonë që një nga bashkëpunëtorët del shërbëtori Edi Ramës. Në rregull? E para, e dyta, që është shumë e rëndësishme, ne jemi ata që të dalë pushteti dhe ta mohoj, jemi ata që kemi thënë jo bashkëpunimit pas zgjedhor me Edi Ramën dhe ka shofruar posti zëvendës kryeministrit dhe 2 ministri nga cilat Ministria e Bujqësisë. Dhe ne i kemi thënë jo, ta jemi ne. E treta, ne jemi ata që po luftojmë me përgjegjësish totale 24 orë në 24 dhe nuk kemi egon për t'i thënë do kujt dhe luksin për t'i thënë do kujt që ti nuk më pëlqen mua, ndaj me ty unë nuk jam në shesh kundër Edi Ramës. Në parlament, në zgjedhje, të shkojnë me këtë duan. Kush nuk del përballë Edi Ramës për të luftuar për të, për mua është thjesht shërbëtor i pushtetit të Edi Ramës. Kaq.